Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Kosovë dhe Shqipëri. 35 vjeçari Shaban Hajdari, pjesëtar i njësisë së reagimit të shpejtë të policisë së Kosovës nga Prizreni, u gjet pa shenja jete në zonën e Morinës në Kukës. Rasti ka ngritur shumë pikpyetje, ndërsa autoritetet po punojnë për të zbardhur çdo detaj të asaj që ndodhi. Sipas informacioneve të deritanishme, pranë trupit të pajetë është gjetur arma e tij zyrtare e shërbimit, e cila është sekuestruar si provë materiale. Hetuesit po shqyrtojnë të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa një nga pistat që po verifikohet është se polici mund të ketë humbur jetën nga një plagë e shkaktuar me armën e shërbimit. Deri në përfundimin e hetimeve, autoritetet nuk kanë dhënë një verzion përfundimtar. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe te familjarët, miqt dhe kolegët e tij. Mesazhi më prekës erdhi nga vëllai i tij Egzoni, i cili përmes një postimi në Facebook shkroi: "Ah bre Shaban, o krau im i djathtë, pse më le?" Fjalë që pasqyrojnë dhimbjen e thellë të familjes për humbjen e 35 vjeçarit. Ndërkohë, autoritetet shqiptare në bashkëpunim me institucionet e Kosovës kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e kësaj ngjarjeje tragjike. Arma është sekuestruar si provë materiale, ndërsa grupi hetimor pritet të analizojë të gjitha provat dhe dëshmitë për të përcaktuar me saktësi dinamikën e rastit.